Mi dy shkrimtare, fjalët e urta popullore, nga kanë dalë, po t'i shikosh. Që se dim ne, kjo nuk mund t'jeni kaq, jo, nuk e pranoj do të. Unë mund mos ju konkuroj do të në filozofinë e fshatit, po kjo është fusha ime. Nga Vlora. Ja, shikojni këtë foton këtu, ja të lutem, Albano, shikoj këtë foton këtu. Ja, më ndiq pa këtu. Ku të ngelen sytë më shumë? Diferencë moshat. Të ngelen, jo, nuk ka të lidhje. Të ngelen ke pesazhi i këtij zotërisë të mbrapa, apo të ngelen ke këto gërmadhat këtu që nuk lexon ata asnjë. Në qoftë se do më thuash. Po le më çuni se se shoh fare se mdela ai që kam shtëpi po. Problemi është te mirësia e tij që ka brenda. Ornella, në qoftë se do më thuash me kë do ulesh të pish një kafe dhe një gotë raki nga këta dy burra. Me këtë me shylaf këtej. Po pse, më fal një minutë, pse gota raki të tregoj aty që ai ka bler, më fal. Po whisky, qa është whisky? Ta qoj deri në fund. Po. Se gota rakis që ka standard? Ose kriter për të vlerësuar Unë jam në fshati më zonjë. Po dhe shinafi ati është standard. Atëherë nëse do më pyesësh mua me kë do ta pini një çaj të mirë, të bukur, unë do zgjidhja atë djalin për arsye ndër të tjera pa Edhe unë. Intelektual, super çum. Një doktor, një kuim që kanë folur dhe është dhe burri vjetër, më thotë që çdo njeri, burrat paktën, kur kalojnë 40 vjeç, kanë nevojë në mëngjes, ose për një gotë raki, ose për një aspirinë. Unë vazhdoj pi kafen me raki, ju në qytet pini aspirinën në mëngjes. Të polloni gjakun. Po e di ti. Këto janë batuta që ju po i ktheni në standarde, po nuk e besoj që është. Si nuk e beson? Po sigurisht që s'është. Unë e kam farmacinë poshtë e pallati, më tregon, e shikoj se sa aspirina shet ajo.